Fermerët që kultivojnë dru frutor duhet të kryejnë disa shërbime në këtë periudhë, ku ndër më të rëndësishmit ngelet rallimi i frutave. Specialisti i pemtarisë Nevion Telha thotë se ky proces duhet të mbyllet brenda muajit qershor, në mënyrë që të sigurohet prodhim edhe për vitin e ardhshëm. Një pjesë e fermerëve pritet së vërtetës bëjnë trajtime me rallues kimik dhe ato kanë arritur, domethënë, të jenë të efektshme dhe trajtimet kanë rezultuar goxha me cilësi. Kjo ka reduktuar fuqinë punëtore, por dhe për ata fermerë që nuk kanë kryer trajtime kimike për rallimin e frutave, duhet të fillojnë rallimin manual me dorë, pasi unë do të theksoja dhe kam theksuar shpesh këtë pjesë që muaji qershor është muaji diferencimit të sythave frutor për vitin e ardhshëm. Pra vendosin lëndë rezervë në bim. Kështu që muaji qershor duhet ta zerë bimën e ralluar. Pemtoret me mollë pësuan dëmtim më të vogël nga kushtet atmosferike, krahasuar me kulturat e tjera, si qershia apo kumblla, dhe prodhim ka. Zonat caktuara ka patur edhe dëmtime, nuk kemi prodhim maksimal, pra lidhje të frutave, pasi dihet që temperaturat e ulta që shkuan deri në -7 gradë Celsius në periudhën e lulëzimit ndikuan mjaft negativisht, por tek molla në shumë zona kemi ruajtje të prodhimit dhe shikojmë që pemët janë të ngarkuar me prodhim. Qarku i Korçës prodhon rreth 120.000 ton mollë në vit, sasi e cila shitet kryesisht në tregun vendas e më pak në vendet e rajonit.